Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Edhe sot me ndihmën e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë të hadim dritë mbi historinë më gjatë Kur'anit, mbi historinë e profetit Musa alayhi salatu wassalam. Në momentet e vështira, në momentet kur sprovat Savinin e shtoheshin, në momentet kur toka e gjerë e Egjiptit u bë burg i ngushtë për Banu Israilt, Allahu subhanahu wa taala i bëri rrugdalje Musait edhe popullit tij. Allahu i lartësuar na rrëfen në Kur'anin famadh se i shpalli Musait këtë fjalë: "Wa uhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un." Ne i shpallëm Musait përgatitur për udhëtim natën. Ti edhe populli jot, edhe dije se me të vërtet do t'ju vihen nga pas Firauni edhe pasuesit e tij. Musa alayhi salatu wassalam, siç kuptohet, e lajmëron popullin e tij. Ata përgatiten edhe në natën e caktuar nga Allahu subhanahu wa taala në një perde të bekuar që Allahu subhanahu wa taala kishte vendosur për Banu Israilt, ata dalin nga portat e Egjiptit duke mos u vënë re as pak nga rojat. Dalin natën në mbrojtjen, në ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, edhe marshojnë me në krye të dërguarin e Zotit, me në krye Musain alayhi salatu wassalam, drejt tokave të bekuara të Shamit, drejt tokave për të cilët Allahu subhanahu wa taala e kishte porositur Musain alayhi salatu wassalam ta marrte popullin e tij. E çuditshme është se Musa alayhi salatu wassalam, siç tregojnë mufesirint, e kishte bërë këtë rrugë 2 herë, e kishte përshkuar 2 herë, prandaj e njihte mirë, megjithatë e humb rrugën. E sigurt mos mjaftonte kjo. Në një hadith të vërtetë të transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam, tregohet se mendarët e Banu Israilve, dietarët në mesin e tyre, i drejtohen Musait alayhi salatu wassalam duke thënë se në momentet e vdekjes së Jusufit, pejgamberit Allahut subhanahu wa taala, baballarët tanë kanë marrë besë, Jusufi alayhi salatu wasalam ka marrë besën nga baballarët tanë të moqëm, se nëse ndonjëherë largohen nga trojet e Egjiptit, ta marrin me vete trupin e bekuar të pejgamberit fisnik, trupin e bekuar të Jusufit alayhi salatu wasalam. Atëherë Musa mërzitet edhe më shumë. Interesohet, tregon profeti alayhi salatu wasalam se pyet: "A din kush nga ju se ku ndodhet trupi i Jusufit alayhi salatu wasalam?" Dietarët, njerëz të mençur në mesin e popullit, i thonë se askush nuk e di vendodhjen e këtij vendi përveç se një pllakë të moçme në mesin e Banu Israilve. Atëherë Musa urdhëron që t'ia thrasin. Ja thrasin pllakën e moçme. Edhe Musa alayhi salatu wasalam e pyet për varrin e Jusufit alayhi salam. Onë, a din se ku ndodhet varri i pejgamberit Allahut? Me atë rast, plaka i përgjigjet e pohon se e di diçka tillë, por nuk ja tregon veç nëse Musa ja plotson dëshirën e saj. Atëherë Musa alayhi salatu wasalam e pyet se cila është dëshira jote, më nën. Plaka i thot: "Të jem bashkë me ty në xhenetet e lartësuara, në tokat e bekata të përgatitura nga Allahu subhanahu wa taala për njerëzit e devotshëm." Me atë rast, Musa vrenjtet. Musa hidhrohet me një pyetje të tillë, mbasi xheneti nuk është pronë e pejgamberëve të Allahut, por sa është pronë e Zotit të lartë madhërisëm. Ndaj nuk i takon askujt t'i premtojë një vend në xhennet një besimtari apo një tjetri. Nuk i takon pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala të premtojnë xhennetin për një apo për një tjetër. Prandaj Musa alayhi salatu wasalam në pikën e hallit për të shpallën nga Allahu subhanahu wa taala, shpallje e cila nuk i vonohet. Allahu azza wa jall i shpall se premtoja kësaj zoje, premtoja kësaj plake vendin e bekuar në xhennet, vendin që dëshiron,
vendin pranë pejgamberit Allahu subhanahu wa ta'ala në xhennetet e larta, me kusht që ta tregoj zonën, që ta tregoj tokën poshtë të cilës prehet trupi fisnik i Jusufit alayhi salatu wasalam. Me t'ja dhënë premtimin Musaj alayhi salatu wasalam, plaka çelet në fytyrë dhe u tregon vendin se ku fshihet, vendin poshtë cilet prehej trupi fisnik i birit të Jakubit, i të birit të Jakubit, Jusufit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thotë se trupi i tij fshihej poshtë një pellgu me ujë, të cilën Benu Israilit e largojnë, edhe me të vërtetë duke gërmuar me kujdes, i shfaqet trupi i bekuar i pejgamberit fisnik. Normalisht, megjithëse kishin kaluar dhjetra vite, ndoshta qindra vite, trupi i Jusufit alayhi salatu wasalam ishte i paprekur, pasi siç na ka lajmëruar profeti sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall ja ka bërë të ndaluar tokës t'i prek, t'i ha, t'i shkërmosh, domethënë trupat e pejgamberëve të Allahut. Në hadith vërtet pejgamberi transmetohet se pejgamberi alayhi sallam ka thënë inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Me të vërtetë Allahu ja ka bërë të ndaluar tokës të prek trupat e pejgamberëve. Kështu profeti alayhi salatu wasalam na tregon se e marrin trupin e Jusufit alayhi salatu wasalam, atëherë Allahu azza wa jall u ndriçon rrugën. Kjo na bëhet e qartë nga fakti se plaka urt nuk ja tregon varrin e Jusufit alayhi salatu wasalam pejgamberit Allahut, derisa pejgamberi Allahut ja plotësonte atë që dëshiron. E kjo mendore nuk dëshironte begati nga begatitë e kësaj bote, por se dëshironte begatitë e ahiretit. Kështu bën besimtari, njeriu i zgjuar, ai njeri zemrën të cilit Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndriçuar me dritën e imanit. Një rast i tillë na kujton edhe një fragment nga historia e profetit ton, Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe shërbëtori i tij Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami. Në rrëfehet se ky burr i shërbente pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe një natë tek i sillte ujin e abdesit. Profeti alayhi salatu wasalam i thot: "Sel, kërko diçka që ta jaf." Ky burr mendohet edhe i drejtohet pejgamberit alayhi salatu wasalam me këtë fjalë: "As'aluka murafaqataka fil janna." O i dërguari i Allahut, unë kërkoj që të jem shoqëruesi jot, bashkë shoqëruesi yt në xhennet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i drejtohet përsëri duke i thënë: "Aw ghayra dhalik." Kërko diçka tjetër. Huwa dhalik. Ky burr përsëri ja kthen pejgamberit: "Unë dëshiroj pikërisht këtë që të thash." Atëherë profeti alayhi salatu wasalam i bësheshur i thot: "Fa'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud." Atëherë unë do t'i lutem Allahut subhanahu wa ta'ala që t'jesh bashkë shoqëruesi im në xhenet, por se edhe ti më ndihmo me sejdë të shumta, me përulje karshi Allahut subhanahu wa ta'ala. Më ndihmo me namaz në mënyrë që lutja ime të pranohet.